Kurani është det I pashtjershëm. Këta thëtë Allahu, na nuk përthejmi. Në më thanë që edhe nëse, që shtat I madhe zëtë, nëse uji I detrave do të bëhen ngjyrë dhe drunjët e maleve të bëheshin lapsa, nuk do të mundeshin dot me I shtjerë kuptimet e Kur'anit, e fjalëve të Zotit në Kur'an. Kemi të bëjmë me një libër që fund e kryej është mrekulli për Allahut. Në shumë dimenzione. Na po flasim këtu më tepër për një dimenzion që ka të bëjë me atë zbulimin apo disa segmente më konkrete që shkenca bashkëkohore megjithatë ka arrit me mbrimi identifiku e që dikuri para 14 shekujsh kur janë thonë këto nuk ka pas teori më u zbulu diçka. Se vërtet janë shumë panumër janë argumente, janë fakte që flasin e që gjindjen në Kur'an e që vërtetojnë se Kur'ani është mrekulli. Këtu nuk po flasim për një aspekt stilistik të Kur'anit, që është tepër I rëndësishëm se llogaritni ju Kur'ani ka filluar sipër në 610 apo 610 në shekullin e 7. Në shekullin e 7. Dhe Kur'ani nuk ka pësuar ndryshim bashkë as që shkrojnë. Në atë periudhë mundi me marrë mend çfarë përsosmërie ka pas gjuha arabe. Deri sot sa gjuhë, për shembull në vitin 610 hajde na ta bëjmë një krahasim me gjuhën shqipe. Ose me gjuhët e tjera, me gjuhën me anglishtën. Me cilën do gjuhë. Sot kjo edhe për shikuesit gjuha shqipe mund të ketë fond të fjalëve zyrtarisht 350.000, 400.000, po hajde 500.000 fjalë. Anglishtja ka pak më shumë të 600-700.000 aty pare që ashtu spaku që po pasurohet. E arabishtja I ka 1.200.000 fjalë. Është për gjuhëve më të pasura në nivel të botës. Edhe dikush mund të thotë pse Kur'ani në arabishte. Tash hikmeti I Zotit është urtësia e Allahut se pse në arabishte. Po ndoshta e vetmja ka qenë në atë periudhë kur ka zbrit Kur'ani që mundet me I bart në atë formën që e përmendi për shembull që është mesi surës Bekare, ummeten wasata, ummet mesatar, po dhe ajeti që po flet për ummet mesatar është në mes të surës Bekare. Këtë bash në këta aspektet është mrekulli.